Bëj dhe follow direkt e live. Po mirë, ti Eugene Plovishtin e ke shok shumë të ngushtë. A u bëre xhelos që Eugene u fut biget jo? Shikë këto pyetje. Kemi qenë në klas, siç e thave Angelo pak më parë, po një sekondë ta rregulloj. E prisha këtë. Hermir, kujdes mikrofonin. Kujdes. Prandaj se jo bën ftesën akoma. Ja, s'ka gjë. Jo, me thënë drejtën, sigurisht që jo dhe nuk u bëra xhelos, madje më erdhi shumë mirë që Eugene u fut dhe siç e thatë dhe ju që ishte pritshmëria shumë e lartë edhe nga ana jon. Duke njoftë edhe karizmën e Eugenit, edhe shembullin që ai do jepte edhe siç e tha. Po ai është një spektakël, unë prandaj edhe nuk e kam qef që t'jem, domethënë, sepse është një spektakël që po sigurisht nuk i dihet si të merr, pra. Siç thotë edhe populli, si ëngjëlli edhe djalli janë brenda tek i gjalli. Domethënë Në akademi si ke pas të shpirë. Jo, i kam pas, më ke njohur. S'ke ndaj shumë. Unë tani kam harruar se u plakar. Jo, për të plakesh ti, derisa të bëhen thinjat, po duam të përgjigjesh sinqerisht për ca pyetje. Hajde. Aktori më i mirë shqiptar. Opa. Prisë duhet mendohem se ka shumë aktori më i mirë shqiptar. Një. Sa aktori që ka shit më shumë bileta është Margen Caushi, atë e dim. Atë e dim, po, më i miri. E shikon ti si mbajti mendjen. Po të thoj edhe atë. Pa ka shumë më burr tani. Po thuaj, mos ta tjerrim direkt, emri i parë që të erdhi. Neritan Liçajt. Bukur. Neri. Aktori më i mirë në Portokalli. Ka shumë, domethënë, në Portokalli pa dashur tregohem diplomatik, të gjithë aktorët janë shumë mirë, sepse ajo është një skenë aq e rëndë, domethënë është vërtet shumë duhet të jesh aty brenda si aktor, që ta kuptosh se çfarë përgjegjësie, sa net pa gjumë, sa dridhje këmbësh, sa sakrifica, sa stërmundime, stërmendime ka, sa mbledhje, sa brainstorming, sa për të qenë aty dhe nuk mund të jesh aty po nuk isha aktor i mirë, domethënë. Okej. Pra i fusim të gjithë. Këtu po e përjashtojmë. Vetëm këtu po themi të gjithë. Këtë dëshkojnë punë, le, mos ta thash pa dash tregojmë diplomatik. Po, okej, në rregull. Nuk e them për kështu, por sigurisht aktorët preferuar nga ata që kanë ngel tani nga të vjetrit. Gasparin e kam pas shumë simpatik, domethënë që i vogël që normalisht ka bërë personazhe, si Gazi, si Ledio, si Salsan, gjithë këta të vjetrit, jo më kot janë akoma në pjatës. Po. Okej. Aktori më i mbivlerësuar shqiptar. Kush ka marrë për kot? Edhe nga ata që mund mos jetojnë më. Që mund mos jetojnë më. Ata sa them gjë. Na thonë më i mbivlerësuar, tash ka shumë të mbivlerësuar, shumë, domethënë në një shet biletash. Jam i pa përgatitur, pse s'më dërgu të pyetje ti çaj më të gati. Jo, po s'ka problem. Filmo. Aktor i mbivlerësuar për mendimin tim është Thimi Filipi. Aça. Okej. E di pse. Eugene do të akuzoj për këtë. Sepse është aktor, domethënë, cilësohet brillant, gigant, fantastik, e kupton? Normalisht është. Mirë, po me bashkosit e tij, po të shohësh Sulejman Pitarku shumë mirë thash. Po të shohësh Kadri Roshin. Kadri Roshin po edhe Bert Vërria. Po themi që ka qenë shumë më pak i angazhuar se sa Thimi Filipi. Unë mendoj që Bert Vërria duhet të ishte më i angazhuar sepse ishte aktor më i mirë. Okej. O Ermir, nëse do ishe drejtor teatrit, 3 aktorë që do t'i kishe me patjetër në trupën e teatrit kombëtar dhe nuk do të bëhe kompromis. 3 emra, jo 3 arsye. Nga ata që janë apo këtë duash ti. Ata që janë momentalisht ose që mund mos jenë aktorë të teatrit momentalisht, por janë po themi pjesë e skenës teatrore. 3 emra. 3 arsye. 3 arsye po. Edhe arsyet. Jo, okay. Arsye jo më. Atëherë po them ata që s'janë që duhet të jenë, ata që janë. Po. Atëherë Silvio Goskova është moshatari jon, bashkosi jon, është aktor shumë i mirë me shumë plastik. Të mirë me vizion të madh për këtë profesion. Po. Vetja lejohet ta fusësh? Futë. Je drejtor. Të gjitha. Po nëse jam drejtor është konflikt interesi. Po mund të jesh drejtor, mund të kesh një emision, nuk është problem apo. Nëse je drejtor është konflikt interesi. Është konflikt interesi po të jesh drejtor. Me vërtet? Kush e kapi e kapi. Po.
Olga Gixhari. Ishte edhe o hoqën. Po mund ta rifuzësh ti, por ai drejtor. Ja, të betohem për vajzë po mendoja tani se çunat I kam gati. Domethënë çunat gjithë unë e them, e kam thënë edhe herë tjetër, domethënë brezi jon, pa dash të tregojmë as mund madh, as shumë modest, as asgjë. Nga brezi jon ka aktor shumë të mirë, shumë të mirë. Që s'ju japin mundësi. Po edhe këto janë mundësit, nuk është se s'ju japin, se I ketë gjithë në treg I kenë pjac. Po. Janë ata që po punojnë fort. Domethënë është Mirë tre emra. Silvio, Eugeni, unë, ju të dy. Ikëm tre, ne dyra ishu futët ju të tre. Roerdi, Gino. Roerdi ka Metropolin. Giuliano Brisku, domethënë ka shumë aktor, Donaldi është. Po okay, mirë. Personazhi publik që ke takuar dhe të është dukur shumë arrogant. Kë ke takuar? Që më është dukur shumë arrogant. Po, si flitej. Këta vipat, me tik blu. Çka kam? Edi Rama. Edi Ramën e ke takuar? Po. E tu duk arrogant? Shumë. Ç'a të tha? S'm tha S'foli fare. Okej. S'foli fare. Ska që do flasje kur ti vi momentin. Ermir Hoxhaj si personazhe që imiton. A je gati? Pra ne do të bëjmë pyetje, ti do përgjigjesh si personazhi. Hajde ja. Syzet për Ronaldon ti kam unë. Shifi këtu? Aha, po shef mesazh. Kur të shkruaj ti Ermir? Ja, e shikon ti? Kë ke harruar? Më tregon, po thash po mendohesha për vajzë? Po ti je regjizore mi të keqen. Kush të shkruan më vëlla? Elona Hyseni më shkruan. Elona, si nuk të vjen në mendje emri im? Po çuna ti thash gjitha më. Po, Olona se ti edhe nga Fieri, futemi te Ari. Elona Hyseni po duhet të jetë edhe si aktore edhe si regjizore. Shikon ka shumë, pra nuk mund të them vetëm tre se harroj shumë të rëndësishëm pastaj. Po prapë prishim mikrofonin. Si jeti për Big vlla, ja. Po fut ky Big do ketë sponsor mikrofonash me patjetër. Ermir, tani ne do të themi pyetjen ti do përgjigjesh si personazhi. Okej? Po. Jepi Julo. Lajert. Ç'mendim ke për Mirin që ka thënë kafe muhabet si turqit e lash duke qenë se ti je shkolluar në Greqi. Çka ka thënë Miri mo, çka ka thënë? Ka thënë kafe muhabet si turqit e lasht. Atë e ka thënë doktor Flori, mo, se ka thënë Miri. Po te Miri pra është tani te kënga. Po te pjesa Florit, kafe muhabet si turqit e lasht, nën kumllat e kuqe moda bën sfilat. Po pra po ti ç'mendim ke? Se s'ka vetëm afsh, por ka edhe ashaç emancipim grash. Po lere mo tani. Lere tani, vazhdo me lëmsh ti. Lart, ç'a zgjat më shumë për ty? Një akt seksual apo një akt shfaqje teatri? Një akt shfaqje teatri. Lart prish. Marrë shpejt. Me sa faqe I ke aktet? Sa minuta zgjasin? Shiko, varet nga partneri. Koha matet më e mira që është matet me sekonda vlla. E mira, e para fare. Domethënë e mira matet mund të jetë 2000 sekonda, po e rëndësishme është ta matesh me sekonda. Okej, në rregull. Lart, si të duket gjendja e teatrit momentalisht? Personazhet tha që ti tha do përgjigj si personazhet. Pra, si Laerti. Prit o vllai, disa kemi, mos e bëj. Po, se do hiqim më burr. Po kemi kohë akoma. Është byll derën tet. Lart, si të duket gjendja e teatrit momentalisht? Shumë e mirë mo. Sa ko jam unë brenda, gjendja është fantastike. Sa ko më hiqin mua në puna pastaj janë të ligj. Lart, çfarë të tha Al Pacino kur të pani një shfaqje në Athinë? Alpa është I papar mo. Alpa është njësh. Okej. Më tha je më I miri, po ishte Al Pacino, jo Al Pacino. Lart, a e pi dhe ti kafe te turbina me shpresën të shohin ai regjisor e të japi rol? Si jeni se mu? A e pi edhe ti kafen te turbina që me shpresë të shohin ndonjë regjisor e të japi rol? Po, okej. Ndryshojmë personazh. Gjibani. Okej. Gjiban, atë merr gjumin natën apo vazhdon akoma shef ëndra me sy hapur? Unë shoh ëndra me thon drejtën kur flej. Me goca si thashë pak më parë që fillimisht I përkthele mas ne I zgjohem. Okej. Gjiban, Eminem ka deklaruar që ja ka ëndër një bashkëpunim me ty. Si e komenton këtë deklaratë? Kaq normale. Eminem do me Gjibani patjetër. Bukur. Gjiban, sa vjeç ishe kur e kuptove që je legjend? Sikur lindër unë e kuptova se jam legjend. Po kur rrita e vërtetova se jam legjend. Po, Gjibo, a e pi barin? Po çajm të pyetje tash, pi bar.
Okej. Gjiban, nëse do ishe në Big Brother këtë vit, me kë do zihesh më shumë nga ata? Që Miro kanë Gertin. Pse? Mos fol më, Miro Gert. Se bosi fort me të gjithë ta provo të herë me mua. Mendon? A veshi, pastaj. Gjiban, është një djalë Ermir Hoxha që t'imiton, ty kena një gjë për t'i thënë? Respekte bro. Okej. Kalojmë, ndryshojmë regjistër, hiq rrobat e njërit, vish rrobat e Amberit. Amber, Nuk i nëse vesh dot ato më. Jo, mos i vish, se nuk të bëjnë. është shumë e gjatë ajo, s'ka faj. Amber, nëse do ishe në Big këtë sezon, a mendon se Mateo do të dashurohej me ty dhe jo me Brikenën? Se na qeshë. I bëra me mikën kështu vetë. Hajher. Po. Okej. Sali. Më fal se unë gatrova. Amber, ti kur je besën, je llav burri apo llav gruaje? Unë jap llafin e burrit si një grua e fortë. Okej. Amber, ç'ke për t'i thënë këtyre çunave që llastohen aq shumë sa bëhen si goca? S'ju shkon fare. Amber, kur je para vizave të bardha ç'a bën? Shtyp frenat apo jep gaz edhe i pi? Shtyp frenat. Që të rrozohem nga frenimi. Okej. Po Amber, kur ka qenë hera e fundit që ke bërë sekës? Herën e parë. Me vetmja. Okej, këto dhe shumë tjera. O Ermir, tani ktheu prap. Ermir. Okej. Tha se ktheu nga Juli. Jo. Ktheu nga Juli si Amber Candy. A Juli? Më thua, A shef ç'a bën aktori portokallis? unë e njoh, unë e di. Erdhi këtu 30 minuta të bërë me qerë, sash ti s'më për qerë. Pse s'më për qerë ti mua? Unë ti s'pagu mu. Mirë, po të paguaj, a thumë bëm për qerë? Na bëj dollap thaj. Bëj dollap. Ikim pak reklama, rikthehemi sërish vetëm për lëmbju. Ka i shpejtë? Bo. Jo, kemi dhe i mini loj. Futuron. Normale por. Ikim. Me Ermir Hoxhaj në studio dhe personazhet e tij. Kemi erdhur. Kemi erdhur. A mendon ndonjëherë se këto personazhet po fillojnë edhe të harrojnë si Ermir? Po të identifikojnë në rob si Laerti, si Gjibani? Po. Okej. Më ka ndodhur me thënë drejtën. Edhe u bë shumë qefi sezonin e kaluar kur kisha personazhin e kamarierit grek. Shumë i bukur. Dhe filluan njerëzit më thoshin Efendiko ose më thoshin ditë mirë, thash o shqyr, s'po më thon më lehtë. Ajo ka dy kuptime, domethënë që roli po ngjit. Po. Dhe tjetra është që u harrua le. Po u harru një rol, filloi rol tjetër. Ermir, Erti se je gati? po. Bukur shumë. Bëu gati sepse kemi përzgjedhur për ty 30 pyetje ku ti i dashur duhet përgjigjesh. Po. Ku ti duhet përgjigjesh me tek fjalë, nëse thua 2 ose më shumë ne të kthejmë nga fillimi. Je gati, loja fillon tani, një fjalë. Hajde. Gjëja e fundit që hëngra. Djath. Hera e fundit që bëre sherr. Çfarë? I kafshon gishtat e këmbës, Ermir. Jo. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të? Yes. I ke lënë ndonjëherë punë të tjera për të marrë fundin tuaj, Ermir? Po. Të pëlqejnë komshitë tu? Jo. Ermir, pse vjen Ermir? Ja ashtu. Ja. More Ermir. Gjëja e fundit që s'hëngra. Buka. Hera e fundit që bëre sherr. Çfarë? Ermir. I kafshon ti Ermir? Pra ata që po na dëgjojnë Ermir. Po kompensova të dy fjalëshin? Okej. Jo, hajde se quhet, hajde po e fal. Quhet me gjenata një argument. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të? Po. Ermir, i ke lënë ndonjëherë punët e tua? Po. A të pëlqejnë kolegët e tu? Po. Ermir, ke ndërmend të derë sot të bësh tap lonzë? Ndoshta. Okej. Digje shumë në verë nëse po, a lyesh me kos? Po. Ermir, kosi hahet apo pihet? Hahet. Oh. I bukur apo i zgjuar Ermir? I zgjuar. A je i lumtur Ermir? Po. Para, dashuri apo pound? Dashuri. Puthja e parë apo puthja e fundit? I fjalë.
Po mendojmë se është e fundit, vazhdo ju. E para, okay. Ku ishte puthja e parë? Shkollë. Bukur shumë. Të pëlqen ushqimi kinez ose po do ta haj një zhapik që imiton. Uf, Oj të ngrënë. Më mirë të thotë zemër, shpirt apo? jetë. Okej, në rregull. A shan kur shel lajmet e mirë? I ke fshi ndonjëherë hundët me mëngët e trigos? E mirë i bie ndonjëherë qylit shkosh thash ti kesh pa paguar. Do doja. Do donte. Doja që sa. Unë të vlogët e tua. Haj. O Ermir, hera e fundit që e skuqur nga turpi. Që e bërë kështu speci kuq. Parë mbrëm, okej. Të kanë kapur ndonjëherë mat me dikë dhe ke thënë e kam thjesht shoqe ose shok. Jo. Okej. Hera e fundit që them më fal. S'thon nga Vlora më falot. Shumë vjet para. Po të shna thero. Po tash e po ndosha, pra dhe më Shpejt. E mirë, gjëja e fundit që do dohet haje. që do doja të haja. Po. Gjë e fundit që do doja të haja. Jo s'tuhet, atë do dohet të hanin gjithë me thënë drejtën. Shalqi me kështu fjalë. Po. Ketos bashkohu dhe ti me ne, gjën e fundit që do dalim të hanim të gjithë. Grupi ngrënja. Hajde, jepi Hera e Uli. fundit që bëre sherr. Çfarë? I ka fshon gishtat e tjetër kujt. Po. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të? Po. Ermir! I ke lënë ndonjëherë Ermir dhe i ke marrë prapë pastaj. Po. Të pëlqejnë komshit e tu? Jo. Ermir ke ndërmend të derë sot. Ndoshta. Digje shumë në verë nëse po, a lyesh me kos? Po. E bukur apo e zgjuar është ajo Ermir? E zgjuar. A je i lumtur Ermir Hoxhaj? Po. Para dashuri apo lunga marrë Dashuri. Flor? Dashuri? Okej. Puthja e parë apo puthja e fundit? E fundit. Tani ku ishte puthja e fundit se të parën e morën me shkollë. E fundit ku ishte? Shtëpi. S'ka ndodh akoma. Kjo nuk quhet, është jashtë asaj. Ja s'quhet kjo. S'quhet puthja e fundit. Po s'quhet si pyetje. Nuk quhet si pyetje. Po. Na fal Gjibo. Okej. Të pëlqen ushqimi kinez se po do ta haje një zhapik që nuk imiton. Po. Ermir, më mirë të thotë zemër, shpirt, vlonjat nga lumi i Vlorës apo Jet. Okej. I bie ndonjëherë qylit? Jo. hera e fundit që e skuq nga turpi Ermir. Pardje ishte. Po. Parmbrëm. Po. Të kanë kapur ndonjëherë matematikët dhe ke thënë e kam thjesht shoqe? E mora vesh, jo tha o burr. Hera e fundit që them fal, këtu 100 vjetë. Tani çfarë do thuash? Çfarë? Okej. Hera e fundit që gënjeve? Tani na shojti. Ermir e lënduar në një nga dashuria. Mashtros. Po. Bravo. Nëse do transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do doje të ishe? Delfinaç. Delfin. E gjete. Më mirë të duash apo të duan Ermir, të marrësh atë japësh. Të japësh. Po gjithë kanë qef të marrin Anderbaç. Ormi, me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër. Këtë shoh. Vasili. Sa bukur, imagjino të dalin në ëndër lart ti të çohesh. Ik ëndër, ik shpejt. Ermir, ke qeshur ndonjëherë në varrim? Po. Ormi, tani do ta thuar se kush çun vjen nuk e thot ti, kam përshtypjen se do ta lshosh. Çfarë bën kur s'ke ça bën? Si çuna. Po çfarë do bësh? Do bësh. S'të bësh S'ke çfarë të bësh. Ska. Ta çfarë do bëj të bëj, s'kemi çfarë të bëj. Dashuri e parë. Sarohet. Më mësove ABC-n. Ka më? Jo, ka sa Jepi, duash. jepi. Ka lojtar, dikur Ermir. Milani të Brazilit. Nëse do të zhdukesh për një ditë ku do veje? Jo në Arind nuk i kemi qef. Ishull. Okej. Jo Epstein. Okej. Sazan. Nëse do mund të dilje në një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur, Nikola do zgjidhni? Tesla. Nikola Tesla. Çdo Çdo i të thoj. thoj. Tu mund të thuash emër mbiemër dhe arsyen sepse është pyetja fundit. Serbët që po na gjen provokacja thonë dal. Do i thoja Amona burr ma bëj makinë me ujë. Se është bëj nafta Mirë që e s'ka. bërin e hoqën. Po ma bote mu po. Me ujë me krip. E mirë ti si aktor i mirë paguar, e ndjen rritjen e çmimit të naftës. Fatkeqësisht po. E ndjen edhe ti çmimin? Uf. Se nuk paguajnë ai shumë ju sa thoni? Ne paguhemi, po sa më shumë të paguhesh, Aq më shumë. aq më shumë rriten çmimet edhe ti se kupton që sa po paguhesh shumë. Jemi Okej, limit. Jemi limit. Po. Mos e shoh se na Mirë. Para se të ikim, para punës falenderojmë shumë që zgjodhi që mbrëmjen tënde ta kaloj këtu me ne. Por
Ne kemi detyrova, nuk është se zgjodha, domethënë. Shikon, unë nuk Me është se vura detyrim është. me shpakulla mbas Edhe të murit. shkolla. Unë thash do vish se të kam qef. Shoh Tha se do vite të kam qef. kaq vite do ma bëjnë deri që më vonë ku i dihet do bëjmë drejtor teatri, është unë jap në kënaqësi për projekt. herë, është kënaqësi të jem këtu sepse normalisht po s'isha kënaqësi me ju që ju njoh për kaq vitesh. Me këtë Imagjino pastaj. me këta të panjohurit. Po. E mirë. Me Elona Duro. Me atë super kënaqësi. Po se kem E përshëndesi. Patjetër. E mirë, të falenderojmë shumë. Të Faleminderit urojmë dhe ju. sa më shumë suksese dhe jepi gazlla. Shumë faleminderit dhe ju gjithashtu jepini gaz dhe Të fala Gronshejat. sa më shumë dashni. Patjetër, bukur. Agroshej, po. Jo, sa më shumë dashni Agroshej, sikur nuk shkoj. Ikim, do të dëgjojmë tonë në ardhshme deri te vazhdoni qëndroni në Top Radio, shijojeni buzëqeshje sepse ditë më të mira do vinë edhe nëse keni ndonjë problem me buzëqeshje mund ta kaloni.